Ekspozita Flamu Shqiptar, itinerar historik 1912-2012 e organizuar nga Partia Socialiste në kuadër të festimeve për jubileun e 100 vjetorit të pavarësisë, e ka pasur stacionin e radhës në Durrës. Kreu i Partisë Socialiste, Edi Rama, e ka çelur ekspozitën në qytetin bregdetar, duke falenderuar fillimisht autorët e kësaj ekspozite të veçantë në llojin e vet. Të dy artanët, Lamen dhe Shkrelin, të cilët na dhanë mundësin që të shëtisim në të gjitha trojet shqiptare për të quar pamjet e rrugtimit të magjishëm të flamurit shqiptar, i cili e nisi rrugën e tij në nëndorin e vitit 1912 dhe në ecurin e një shekulli kaloi mes shumë peripecive. Sipas tij, sot shqiptarët janë të bashkuar rreth flamurit të tyre më shumë se asnjëherë tjetër, sepse rreth flamurit të tyre sot ata janë të lirë që ta ngrejnë flamurin kudo ku jetojnë, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Preshevë, në Maltëzi dhe kudo tjetër. Kryetari i Partisë Socialiste është ndalur mëtej në vlerësimin e rolit të luajtur nga patriotët dursak, të cilët me aktivitetin e tyre i hapën rrugë pavarësimit të datës 28. Unë dua që nga ana tjetër ta vlerësoj rolin e veçantë historik të këtij qyteti, të Durrësit, në rrugën drejt pavarësisë. Rolin historik të Dom Nikol Kaçorit dhe të patriotëve dursak, të cilët u bën bashk dhe me një akt jashtëzakonisht të rëndësishëm për kronikën e pavarësisë, i hapën rrugë pavarësimit të datës 28, duke e quar në vend porosinë e Ismail Qemalit për domosdoshmërinë që flamuri shqiptar të valvitej kudo ku pretendimet e fqinjve të veriut ishin kërcënuese pas zbrapsjes së Turqisë. Dhe duke i vlerësuar sot këta patriot dursak, duke e çmuar sot rolin në histori të Durrësit, duke u ndjerë posaçërisht krenar edhe unë vetë si pjesë padashje e kësaj historie, por gjithashtu dhe si bartës i një trashëgimie fort çmuar patriotike, ashtu si dhe gjithë dursakët e tjerë, dëshiroj që ta filloj aty ku e nisa, me një falënderim për Vangjushin, kryetarin e bashkisë, i cili ka krijuar këtë hapësirë kaq të posaçme në sheshin qendror të qytetit dhe ka krijuar një mundësi për qytetarët që në këtë galeri të mund të shohin dhe të shijojnë shfaqje të ndryshme të arteve pamore dhe të fotografisë. Më pas, të pranishmit kanë vizituar ekspozitën, e cila është sa e rradhë në llojin e vet, aq edhe interesante për nga vlerat historike që pasqyron. Ekspozita Flamu Shqiptar, itinerar historik 1912-2012 përmbledh rreth 30 flamuj të ndryshëm nga viti 1912 deri në ditët tona, rreth 50 fotografi, 20 prej të cilave publikohen për herë të parë të gjitha epokave. 10 prej tyre paraqiten për herë të parë me ngjyra, sepse janë fotografi të vjetra dhe nëpërmjet programit kompjuterik janë sjellë me ngjyra që bëjnë një impresion tërësisht të ri që sheh të shkuarën tërësisht me një sy tjetër përmes tyre. Po ashtu, në ekspozitë janë paraqitur dhe një grup i madh dokumentesh origjinal që kanë lidhje me historinë e simboleve të shtetit shqiptar.